Pas Komitetit të Investimeve Strategjike me cilin u grabitën dhe u dhuruan toka bregdetare e plazhe, kryeministri Edi Rama ka vënë në lëvizje korporatën e investimeve të drejtuar nga ish-këshilltarja e tij Lira Kokona për të grabitur dhe dhuruar përkulla truallin e institucioneve publike në Tiranë, Durrës, Vlorë e Motej. Një nga këto projekte është edhe sipërfaqja e lirë pranë zyrave qendrore të kadastrës në Tiranë. Me një njoftim të datës 24 shtator, korporata e investimeve u ka bërë thirrje ndërtuesve të marrin pjesë në projektin me objekt, ndërtimi dhe menaxhimi i godinës qendrore të kadastrës nëpërmjet sipërmarrjes private Lift Tower. Kjo është rishpallja e katërt brenda një viti. Në nëntor 2024, janar 2025 dhe maj 2025 u paraqitën oferta nga kompani si Edil Al It, DK Construction One Corp dhe Alco Impex, por të trija procedurat u anulluan me urdhër të Ramës në pretekstin e ofertave të palëverdishme. Çfarë fshihet pas projektit Lift Tower? Pas projektit të rihetëzimit të godinës së kadastrës, fshihet durimi i truallit prej 2300 m2 për ndërtimin e një kulle të 3 fisht me 40 kate mbi tokë dhe 7 kate nën tokë. Kulla do të jetë multifunksionale, zyra, ambiente tregtare, hotel, rezidencë studentore, apartamente dhe parkime. Në këtë partneritet shtet-privat, shteti kërkon vetëm 45% të sipërfaqes si kompensim për godinën e re të kadastrës. Për të favorizuar ndërtuesit e përzgjedhur, projekti është ndarë në 2 pjesë. Zhvillimi dhe menaxhimi i godinës shtetërore, shfrytëzimi i sipërfaqes së lirë për ndërtimin e kullave. Qeveria justifikon këtë pazar me emergjencën për të rehabilituar godinën e amortizuar të kadastrës dhe modernizimin e pamjes së Tiranës. Arkitektët e preferuar të Ramës, pas 3 ankandeve të dështuara, kërkohet një investitor që të pranojë pazarin e dardhave. Për projektin janë angazhuar studio të huaja arkitekturore, si Baukull Studia Associato, Muoto dhe Sem Shermejev Office, përzgjedhura personalisht nga Rama. Mbetet për tu parë se cilat troje shtetërore do të përfundojnë më pas në listën e kuqe për të kthyer në kulla nga korporata e investimeve. Maska e re për grabitjen e pasurive publike.